أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم وقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, më lejoni që në fillim t'ju përshëndes me përshëndetjen e fesë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Falënderimi I takon Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu, si dhe përshëndetjet e përzemërta fetare qofshin radh parë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, për familjen e ndershme të tij, për shokët besnik, si dhe për gjithë muslimanët të cilët janë ndjekës të linjës zyrtare të praktikave fetare të Muhamedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, në këtë prezantim fetar, shpirtëror dhe shkencor, deri te ju do të përçoj një mesazh I cili është shumë I rëndësishëm. Mesazhi ndërlidhet me ditët dhe netët e muajit të shenjtë të Ramazanit. Keni vënë re te fjala ditët dhe netët e muajit të Ramazanit të shenjtë. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu në Kur'an thot: bashkohuni rreth litarit të Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu dhe mos u përçani. Kapuni për litarin e Zotit dhe mos u përçani. Agjironi agjirimin me vëmendje të thellë dhe me zemër të bardhë dhe me tekvallëk. Dhe në shumë ajete tjera dhe hadithe tjera Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu e kërkon bashkësinë dhe unitetin mes muslimanëve. Dhe kur lexojmë agjirimin e shohim se Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu në muajin Ramazan ka marrë përsipër të I bëj bashk gjithë njerëzit me një shoqëri të caktuar, pa marrë parasysh statusin social ose shtresizimet ose stratifikimet e tyre. Pa marrë parasysh se është I varfur apo është I pasur, është I ditur ose apo s'është I ditur. Të gjithë njerëzit të cilët agjërojnë muajin e shenjtë të Ramazanit e përjetojnë etjen në mënyrë të njëjtë. Dhe ky përjetim emocional, fizik, shpirtëror, fetar është përjetim I njëjtë si te I pasuri, po ashtu dhe te I varfuri, si te I rrituri, po ashtu te I vogli, si te ato të cilët kanë statuse të larta në shoqëri, si ato të cilët janë me një status pak më të ulët në shoqëri. Pra në shikim par Allahu xhalla shanu neve na bashkoi me agjerimin. Agjerimi është një obligim, pra një farz fetar I cili është I domosdoshëm për çdo njeri I cili I plotson kushtet dhe kriteret, por në momentin që agjiron të futesh në bashkësinë e muslimanëve, të futesh te ato të cilët bëjmë pjesë si Ramazanli. Dhe në momentin që bën pjesë te grupi I Ramazanlive ti je I nderuar, sepse Zoti nuk e solli për neve obligimin e agjerimit që të na lodh fizikisht. Obligimi ose obligueshmëria e muajit e ditëve të muajit Ramazan është që të na bashkoj Allahu xhalla shanuhu dhe të I largoj shtresizimet sociale, të cilat janë në mënyrë të zakonshme dhe ekzistojnë në ditë të tjera dhe në muaj tjetër brenda vitit. Një element tjetër është praktikat fetare të cilat ne I kemi në mënyrë të përditshme. Shiko me vëmendje. Gjithë muslimanët, pa marrë parasysh statusin e tyre social që e kanë në shoqëri, iftarin e kanë të përbashkët. Sifirin e kanë të njëjtë dhe të përbashkët dhe me një kohë. Teravit I kanë në një numër dhe një në kohë të përbashkët, dhe në kohën e njëjtë gjithë falin teravit pas namazit e yatsis. Leximet e mukabeleve, dëgjimi I derseve I cili bëhet në xhami të ndryshme të terrenit tonë, bëhet me një plan program të njëjtë me një kohë të njëjtë. Dhe ato të cilët hynë në këtë plan program të Ramazanit, hynë si gjithë të tjera, pa marrë parasysh peshen që e ka, ose statusin që e ka, ose formimin që e ka. Dhe kjo e ndërton unitetin. Dhe ne dhe Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu, sikur na thot se unë e kërkoj bashkimin dhe unitetin të ju brenda gjithë vitit, për në muajin Ramazan me theks të veçantë, situatën e mora unë në kontroll. Dhe ju vendosa ju e para një plan programi I cili nuk bën dallime midis të diturit dhe të paditurit, midis të madhit dhe të voglit, midis të fortit dhe të dobtit, midis një funksionarit në shtet edhe atij që është njëri I thjeshtë dhe I rëndomt. Dhe kjo neve na tregon se sa I mëshirshëm është Zoti me neve kur I largoi dallimet, kur I largoi shtresizimet, kur I largoi stratifikimet sociale që I ka njerëzit njëri me tjetrin. Plus kësaj, Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu në muajin e shenjtë të Ramazanit neve na gëzoi në iftar. Dhe në përjetimin e gëzimit është një përjetim edhe fetar, edhe emocional, edhe familjar. Në këto emocione fetare, familjare dhe kulturore, shpirtërore ne jemi të njëjtë.
Allahu xhalla shanu wa xhalla xjalaluhu dhe pejgamberi i tij i dashur i jon respektivisht Muhammed Mustafaja në njërin prej teksteve të vërtetë thot se agjëruesi ka brenda gjithë gëzimeve ka dy gëzime më të rëndësishëm. Gëzimin e parë në këtë jetë ka kur çel iftar me familje, me fëmijë, dhe gëzimin e dytë ka kur takohet me Allahun dhe i tregon Zotit për agjërimin dhe Zoti i jep shpërblimin. Dhe Zoti i jep shpërblimin dhe i çel derën e quajtur dera Rayyan. Përmes derës Rayyan futet në xhennetli tek kësaj jete. Pa më parasysh, ishin të ditur apo të paditur, ishin të pasur apo të papasur, ishin funksionar politik të vendit apo ishin njerëz të shoqërisë së përgjithshme. Agjëruesi është njeri i ndershëm. Agjëruesi është njeri i mirë. Agjëruesi është njeri i fetar të cilin Zoti e nderoi në këtë jetë dhe do ta nderojë në jetën tjetër. Agjërimi nuk është një akt personal. Agjërimi nuk është një detyrë personale që e bën një njeri larg ose nga bashkëveprimi me jetën shoqërore fetare të tjerëve, të njerëzve, të kolegiumit, të kolektivit me një shoqëri të caktuar. Agjërimi është një farzë që ndërlidh njerëzit njëri me tjetrin. Është sebebi që i bashkon njerëzit njëri me tjetrin, sepse Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu ashtu siç na bashkoi neve në iftar, na bashkon edhe në sifir. Dhe lutjet e sifirit janë lutjet shumë të rëndësishme të cilat ne duhet të i shfrytëzojmë, sepse i dashuri jon Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam thot: "Tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka." Hani dhe pini në sifir, sepse haja dhe pija në sifir ka bekimin e Allahut azza wa jall. Ka bekimin e Zotit sepse ti e nis ditën si njeri që i e çu në sifir, e ka hangur ushqimin e sifirit, ke fal 2 rekat namaz, e prit namazin në fars të sabahut dhe fillon ditën agjërueshëm. Dhe kjo mënyrë e të jetuarit, ky programim i jetuarit në këtë mënyrë normalisht është vetëm e Allahu xhaleshanu. Zoti e kërkoi dhe ne e implementojmë në përditshmërinë tonë. Po të fortit han sifir, të diturit han sifir, të dobtit han sifir, të vobektit han sifir, gjithë njerëzit han sifir. Edhe në sifir ne jemi të barabartë. Sikur neve na tregon që erdhi Ramazani për t'ju treguar se ju 2 miliard musliman, ju jeni shumë të rëndësishëm edhe te Zoti, edhe te vendi juaj, edhe në botë. Edhe në nivelin botëror, ne duhet paraqesim vlera internacionale. Vlera jo vetëm të vendit, të familjes, por vlera internacionale fetare, sepse muslimanët sot janë faktori kyç edhe në ekonomi, edhe në politik, edhe në kulturë, edhe në gjitha rrafshet edhe dimensionet tjera. Prandaj besimtari agjërues në Ramazan është i rëndësishëm sepse përfill atë programin të cilin Zoti e vendosi për neve dhe për komunitetin, për neve dhe për familjen, për neve dhe për shoqëritë muslimane, kudo që janë të shpërndara në shtete të ndryshme të gjeografisë së muslimanëve. Prandaj shoqëria e bashkuar drejt më të mirës është shoqëria e cila agjëron, sepse agjërimi e ndërton shoqërinë dhe e bën më të mirë, më të urtë dhe më të mëshirshme. Njerëzit dojnë njëri tjetrin, mbështesin njëri tjetrin, lavdërojnë njëri tjetrin, e thirrin për namaz njëri tjetrin, i përgjigjen njëri tjetrit në iftare dhe vizitojnë njëri tjetrin dhe kjo e ndërton hegemoninë shoqërore, të cilën agjërimi e kërkon nga agjëruesit dhe nga muslimanët në përgjithësi. Mesazhi në këtë prezantim është që shfrytëzo ditët dhe netët e Ramazanit që të jesh më i mirë të Zotit dhe më i mirë të familja. Shfrytëzo leximet e Ramazanit, të ditës dhe të natës që të jesh më i mirë edhe për shoqërinë edhe për punën në të cilën ti e manetlin në punën që e bën. Allahu xhalla shanu wa xhalla xjalalu inshallah për juve të dashur vëllezër dhe motra e pranon aktivitetin që e bëjmë, aktivitetin fetar dhe shpirtëror në këtë muaj të ndershëm dhe të bekuar dhe inshallah Zoti na bën të mundur që të takohemi edhe në Ramazane të tjera, që të shfrytëzojmë edhe ditë të dalluara brenda vitit, sepse ne jemi njerëz dhe jeta është shumë e shkurtër, i luma një njeri që përfill programin e Zotit që Zoti e vendosë në këtë muaj të shenjtë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.